unë kam iniciativën me parlamentarë tjerë që e kanë kundërshtu, ata do më thonë, është një punë e vazhdueshme cilën më kanë bërë 3 dekada përvoje, kështu që kur të vi në Parlamentin e Kosovës do të kam iniciativa konkrete, ose 2 për i përmeni se ashtu edhe për një vetën si përfaqësues e Mërgatës, do të kam iniciativa detaljume për pozicionimin e dallimit në mes Mërgatës dhe diasporës, sepse juridikisht nuk është e njëjta. Prej pozicionit juridik varen të drejta tona, edhe jo vetëm me procesin e votimit, po drejta me pronësi e tjera. E dyta që do të ngriti si iniciativë është edhe me qeveri, po atëherë nëse e marrim pajtimin e qeverisë, duhet ta kemi mbështetjen ligjore. Ideja ime është që ta ngritim një agencion të menaxhimit të migrimit, sepse ne nuk mund të kufizojmë dikujt daljen nga Kosova, mirë po mund ta ndihmojmë që dalja të jetë ashtu e kombinuar që ta stimulon edhe kthimin, qoftë fizik, qoftë intelektual, qoftë ekonomik. Këtë punë e kom bërë me vite, menaxhimin e migrimit në qeverinë e Vjenës aty, edhe kam përvojat e komuniteteve ndryshme se si e menaxhojnë këtë punë. E kam zhvilluar një model që cili mund të marrë shprehje për komunitetin në shoqërinë tonë, për shtetin e Kosovës, po edhe më gjerë për shqiptarët. Ato do ta prezantoj, posa të më japet rasti, edhe do të kërkoj bashkëpunimin e gjithë deputetëve, prandaj e thirrri edhe bëj thirrje për logjikën, mendsinë shtetformuese, shtetndërtuese ku gjej bashkëpunëtor të secila parti. Edhe në kuadrin e vendosjes ka persona që kanë këtë logjik, mirë po për momentin nuk vinë shprehje. Zotri Krasniqi, në anën tjetër, me qenë se po e përmendni diasporën, të diskutojmë edhe pak për atë se një pjesë e konsiderueshme e votave të Mërgatës e kanë fjalën në zgjedhjet e fundit, kanë qenë në përkraje të lëvizjes vetëvendosje. Si që ndron LDK-ja sot në rrethin e diasporës, pra cili është reagimi, feedbacku që e merrni nga ta për të zgjedhje të jashtëzakonshme? Unë më të referoj në detale për disponimin e diasporës në Austri, ku është shumë më shumë në favor të LDK-s se sa zgjedhjet e kaluara. Mund të flas edhe se si është situata në Gjermani dhe në Zvicër, po pak a shumë njëjti zhvillim është edhe në vende tjera. Mirë po, sa i përket votës e diasporës, duhet të bëhen të qarta 2 gjëra. Ka një pjesë e madhe qytetarëve që fare nuk marrin pjesë në regjistrim as në votim. Mandej ka një pjesë e qytetarëve që marrin pjesë rregullisht në regjistrim dhe votim. Edhe këtu tash duhet të paraqitet pyetja cilët janë këta, kjo pjesë e vogël e qytetarëve, nëse marrim që dikun 1.200.000 qytetarë të Kosovës jetojnë jashtë, e ne shohim se 120.000 dikun regjistrohen. Domethënë është një shumë e vogël. Edhe këta tani diferencohen bazë të qasjeve që i kanë përmes institucione, përmes partisë edhe përmes narracionit, rrjeteve sociale. Në zgjedhjet e kaluara, në 3-4 parë zgjedhjet e fundit, më shumë i ka mobilizuar lëvizja vetëvendosje përmes këtyre reformave, mirë po këtu do t'i veçoj 2 gjëra. Ka një ligj që e ka sjell kjo qeveri që e kufizon numrin e qytetarëve që mundin me votu për konsulata edhe ambasada. Unë nga praktika e përditshme edhe ju bëj ftesë se cilit përfaqësim nga qeveria dhe nga partia vetëvendosje që të dalim ta debatojmë se si kontrollohet sa kush nga ato 1.000 vete merr vendin për me votu në konsulata dhe ambasada. Prandaj është mund ta them haptës ose në media që duhet qeveria ardhshme, e cila do të vjen, duhet ta shqyrtoj këtë mekanizëm pse në ambasada, konsulata ka numra të votimit për partinë në pushtet deri në 90%.